Këtu kemi tunelin tjetër, që quhet tuneli Radybera. Tani këtu është tuneli Radybera. Që qenë ka i pak se sushëm, më nuk më të funtesh. Duke qenë se tuneli është tërësisht i pak se sushëm dhe ne nuk futemi dot, do të themi disa detaje këtu. Tani ky është tuneli më kryesori dhe më sekreti. Pse? Ky quhet tuneli Radybera. Në këtë tunel futesh brenda janë 3 salla. Ka qenë 3 salla. Të treja të mbushura me aparatura marse, po marsa shumë të fuqishëm të kohës. Natyrisht me taston, plus si kishte edhe aparate për të rritur fuqinë e sinjalit. Dhe çdo mars, bajni mend të, çdo mars i takonte një divizioni. Dikur ishin 22 divizione, ishin 22 marsa në dispozicion, plus 8-10 që ishin rezervë, në rast dëmtimi. Dhe pastaj divizionet u ullën, por gjithmonë kjo ngelet, a pjesa tjetër kaloi me që jo brigadat e këmbësorisë e këto. Po kryesorja ishin divizionet. Dhe duhet dim që ministria në rast lufte, drejtuesit e ministrisë në rast lufte, nga qendra në Tiranë, vinin këtu dhe këtu e kishin, këtu do hanin, këtu do pinin, këtu do flinin, këtu do komandonin. Të gjitha bëjshin këtu. Atje ke bunkarti i madh ishte byroja politike, futeshin dhe anëtarë të Komitetit Qendror atëherë, kurse kjo ishte për komandat. Se duhet bëjmë dallimin, njerëzit duhet dinë që është veç ana civile, byroja politike dhe veç ana ushtarake, që drejtohej direkt nga komandanti i përgjithshëm. Ju futeshit atëherë këtu? Po patjetër bënin prova. Këtu bënin prova. Këtu çdo në orën 8, siç u thash, mëngjes dhe çdo 8 mazite në kohë paqe ne bënim vetëm takimin. Takim quhet kur unë bëj provën me tasta që ai më jep, më nxjerr sinjal atje, qofse unë do ta lidh antenën atje, ke dhënë sa të lartë që duhet t'ja tregoj më vonë. Kjo është specifika e saj. Pra, në përgjithësi, themi që kjo ka qenë shumë sekrete. Edhe pozicionimi vetë i kësaj që e shikoni, siç e shpjegova, që ka qenë gjithë komanda, gjithë reparte ushtarake të nivelit lartë, jo reparte do kudo. Atje poshtë ka qenë baza armatës, grupimi 326 i Ministrisë Mbrojtjes, 324 i sigurimit shtetit, janë shumë, shkolla diplomatëve. Po këto dhomat këtu? Këto dhomat këtu kanë qenë depo me furnizimi. Depo armësh? Depo armës, depo magazinimi për ushtarët dhe ajo që duket përballë deri atje ka qenë qendra ku riparoheshin aparaturat. Nga defektes, i paronin vetë, nuk i nxirrnin. Pse nuk nxirreshin? S'duhet nxirren sepse duhet ishte brenda stafit. Se një tjetër nuk i diej. Mund spionante? Jo, po është një gjë. Ti mund t'i japësh, mund të fusësh në aparatur një kod shifrimi, një kondensator. Ai kondensator për çfarë mund të? Tepër, për çfarë? Nuk i diej. Gjithmonë në ushtri ka qenë siguria. Sekreti. Tani ku do shkojmë? Tani nga këtu do shkojmë dhënsat, që janë lartë. Se u thash që dhënsat duhet të rrinin 1.2 deri 1.5 kilometra larg në vijë ajrore, larg masave. Për efekt eliminimi zhurmës nga në marsa. Në marrjen e sinjalit. Ta shikojmë dhe atë atëherë. Pse quhej zonë shumë sekrete kjo e
zonës Malit E para të një Dajt. rëndësia ishte se ishte qendra e ndërlidhjes. Po. E para, e dyta, qendra e ndërlidhjes duhet të ruajtur në mënyrë më perfekte. Dhe u zgjot pikërisht një vend midis shumë komandave dhe shumë reparteve. Siç që shpjegova atje poshtë, që ishin shumë komanda, që nga marina, që nga reparti i Ministrisë Brendshme, fillojnë pjesa këtej, kemi lokacionin, kemi kimin, uzinën e tankeve, më poshtë, gjenjën atje sipër, topografia ushtarake, ajo, pra, mendo vetëm kaq. Sa reparte janë në një gjatësi që sa mund të jetë 5 kilometra, po e marrin kështu dhe 3 kilometra kështu. Qartë. Qa përqendrimi të madh ushtarak kishte. Dhe në funksion të këtyre, domethënë mund qendër këtyre, pikërisht qendra e ndërlidhjes. Po. Qendra e ndërlidhjes është për nga Qendra këtej. e ndërlidhjes dhënsat, këtu janë dhënsat. Po. Poshtë, siç u thash, ishin marsat, këtu janë dhënsat. Kështu ka qenë rruga dikur? Jo, rruga ka qenë më e mirë. Më e mirë? Më e mirë, por ka një gjë. Në dimër edhe kjo bëhet i çike vështirë. Këtu jemi rrëz Malit të Dajtit, Dhe më da. Këtu është quajtur kompania e dhënsave. Kjo është më kryesorja. Se me marës mund të marrësh atë me një radiodore mund të kapësh sinjal. Dhe me radiodore. Problemi është kjo dhënia. Dhënia është domosdoshme. Nuk çon gjë. Mund të marrësh, po ti nuk je bjë. Kemi këtë tunel e parë këtu. Shikoni? Tu ka qenë një gjenerator kines shumë i fuqishëm. Po kur them shumë i fuqishëm, ai mbante një fshat, po themi një lagje të Tiranës me drita. Po themi një lagje të dikushme, jo sot, se sot është, ose qytet në, po themi Vorën, dikur e mbante me drita, ky gjenerator. Ka që fuqishëm ishte, që kur hiknin dritat, direkt futej në punë ky, edhe ushqente Gjithë sistemi. Gjithë stacionet. Atje. Aty ka qenë zyrat. Klasa, fjetoria, dhoma oficerit të rojës, menca, gjitha këtu, shkatëruar çdo gjë, siç shikoni, që të vjen gjëna. Ju atëherë e mendonit luftën? Do me thënë, ju bënit prova për luftë, për vetë e mendonit? Vetëm për luftë mendoje. Jo, e mendoje ti në vetë, do me thënë. Po shiko, e mendoje se mendoje ti, mendo vetëm kaq. Kur ai ti jep një armë që e ka qitjen efektive 200 metra, kush është më i rrezikuar? Ai që e ka efektive 800 metra apo ai që e ka 200 metra? Ne ishim të destinuar të transmetorin deri në 200 metra. Ta shikonim armikun 200 metra, do me ishme transmetimin. Kur ai fillonte, që hynte në grykën automatikut ton, atëre fillonte pastaj. Jo, e kam fjallën edhe për përgatitje psikologjike, do me thënë ti e mendoje vetë në luftë? Shiko, nuk të gjithë themi luftën e mendonim, po nuk e psikologjisim si duhet. Se është tjetër gjë ta mendosh. Ju përgatiteshit, për nuk ishit... Përgatitja ishte maksimale. Duhet të thënë, ushtria përgatite në mënyrë, ama, jo të gjitha repartet, se kishte reparte për shumë që edhe mundet, por repartet speciale ishte speciale. Këtu nuk fale. Këtu nuk fale asgjë. Ju thash, edhe thojnë të ushtarve, thojnë, ju nuk e keni, nuk e besoni, thojnë të ushtarve, unë nuk e kam marrë taston sot me vete, tasto ka një kokë. Dhe thoi, nëse takon ke ajo, nuk të le ta kapësh, ta mbështjellësh kokën e tasos dhe të transmetosh si duhet, dikën të rrëshqet. Edhe do kthehesh, rrëshqitja të krijon dhënie gërmave, prishjen e gërmave. Prishja e gërmave presupozon që ti të kthehesh të transmetosh radiogramin, por radiogramin pastaj hajde ta marrë ai ku të filloj pa le çfarë radisti do të përgjigjet, kështu që prandaj them janë rregulla shumë strikte. Sa më pak përsëritje sinjali duhet kishte.
në minimum. Prandaj ju thash që çdo transmetim bëhet deri në 12-14 grupe në minutë, jo më shumë. Ushtria nuk është radioamatorizëm, ishte. Nuk ishte radioamatorizëm ku kërkohet shpejtësi. Ushtria kërkonte disiplinë, saktësi. Saktësi.